Shkova në dhomën e rrëfimit, Gjesti zbulon takimin e fundit me Eglin, qante më erdhi gjyna. Largimi i Eglit nga shtëpia Big Brother VIP ka shkaktuar reagime të shumta si brenda dhe jashtë shtëpisë, me një nga banorët Gjestin që e ndjeu më thellë situatën e saj. Në një moment të veçantë ai u shpreh për shqetësimin e saj dhe se ndjenjat e keqardhura për Eglin, teksa rrëfeu edhe gjendjen emocionale të Eglit në momentet e fundit kur la shtëpinë. Teksa u shpreh, gjyna Egli shkova në dhomën e rrëfimit e përcolla, qante e gjyna, ja shpjegova disa gjëra, inshallah më ka kuptuar, e kuptoj që vetëm vetës po i bën keq, e shkatërron veten pas sens pas gjë, shpjegoi Gjesti duke shpreh brengën e tij për gjendjen emocionale të Eglit. Situata në të cilën ndodhej ajo ishte tepër e keqe, teksa Gjesti theksoi edhe 2 ditët pas prajmit, teksa u lëndua si për temën e nishanit që nuk pritej të flitej nga të dy e deri tek ndarja midis tyre për të parë se cili punët e veta. Gjesti tha se nuk ka bërë asgjë të keqe, por vetëm i ka ngelur peng gjendja e keqe emocionale, teksa ndjeu edhe nevojën për t'i kërkuar të falur nëpërmjet ekranit, të kërkoj falje, jashtë do të takoj, do flasim, të premtoj, i tha i Eglit teksa vazhdoi, inshallah më kupton edhe ti mua sepse unë kam pasur ngarkesë më të madhe, të kam dhënë çfarë kam mundur, ndoshta gjërat do të ishin më mirë kështu, si për shëndetin tënd ashtu edhe për lojën time. Të premtoj që do ta fitoj këtë lojë, u shpreh Gjesti duke biseduar me kamerat në një mbrëmje që nuk ishte as pak e lehtë për të. Kjo jo vetëm nga mërzia e tij për Eglin, por edhe debatet e shumta e përplasjet me banorët, në veçanti Veselën, i cili ka shkuar me qasje provokuese deri në fytyrë me gisht, duke thënë se ishte shkaktari vetëm për largimin e Eglit dhe çuarjen e saj në këtë gjendje.